Flasim pak për personazhet tanë të preferuar. Ata të japin përshtypjen se janë të gjithë shumë të këndshëm dhe të respektueshëm me fansat e tyre, por në fakt jo. Në realitet këta personazhe nuk janë fare, po fare ashtu siç duken. Ariana Grande. Ariana Grande është kaq e ëmbël dhe e pafajshme apo jo? Këngëtarja është kujdesur që të ruaj imazhin e vajzës bukuroshe, të vogël dhe naive, por me sa duket, kjo artiste nuk na i hedh dot më. Në vitin 2014 raportua se trajneri i zërit të saj për një jetë tashmë e la punën pasi i kishte ardhur në maj të hundës sjellja e keqe e Arianës. Le të themi që sjellja e keqe nuk është tamam termi që përshkruan Arianën. Ariana njihet se i bën fansat e saj për të qartë dhe një herë është dëgjuar të thotë në një intervistë në një radio lokale se të gjithë fansat e saj mundet edhe të vdesin dhe nuk i intereson fare, përpara se të ikte nga shesh xhirimi në momentin që kërkesat e saj nuk po plotësoheshin. Ajo gjithashtu ka thënë se i urren amerikanët dhe gjithnjë i kërkon fotografëve ta fotografojnë nga ana e saj e mirë. Okej, le të themi se Ariana nuk është tamam vajza e pafajshme që duket nga jashtë. Angelina Jolie. Angelina i dedikon një kohë shumë të madhe punës për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Ajo ka shpenzuar shumë amaramendse dhe orë të panumërueshme duke lobuar për të drejtat e njerëzve dhe grave në veçanti. Por në prapaskenë aktoria është e gatshme të bëjë gjithçka që duhet vetëm për të arritur atë që ajo do. Ndër të tjera, ajo është konsideruar edhe prishëse familjesh, pasi thuhet se prishi lidhjen e Brad Pitt dhe Jennifer Aniston për të martuar më pas me Brad Pitt. Thuhet se Angelina gjithashtu kënaqet kur ja plas në fytyrë këtë detaj aktores Jennifer Aniston. Ndër të tjera, ajo prenotoi një suite ku paguhej $2,500 nata, suite kjo, të cilën Jennifer Aniston e kishte shumë për zemër dhe shkonte gjithnjë me Brad Pitt. Angelinës nuk është se i pëlqente shumë, por qëndroi atje vetëm për inat të Jenniferit. Pra nuk u mjaftua që i mori burrin, por i bënte edhe karshellik. Pra i bie që përtej të gjithë punës humanitare, Angelina s'është aq e mirë sa ç'duket. Beyoncé. Beyoncé është padyshim një ndër këngëtarët më të mira të gjitha kohërave. Por ajo se ka fituar famën vetëm me tundje të pasmesh, ose më saktë mund të themi, nuk është kjo e vetmi arsye që fansat e ndjekin kudo. Queen Bee është jashtëzakonisht e pëlqyer dhe kushdo që guxon ta shaj, do të marrë reagime të tmerrshme nga fansat e saj të zjarrt. Por nëse ata do ta dinë realisht se si është Beyoncé në të vërtetë, le të themi që s'do ta mbronin tek aq shumë. Gjatë një udhëtimi në vitin 2009 në Egjipt, këngëtarja u nxor jashtë nga piramidat antike. Sipas një personi që në atë kohë njihej me emrin Egypt Indiana Jones dhe ishte edhe guida e turit të Beyoncé, ajo erdhi me vonesë për turin e saj. Nuk kërkoi falje dhe trajtoi shumë keq. Ai gjithashtu e quajti atë një budallaqe që shkoi tek piramidat vetëm për të bërë një foto. Tmerrshme. Jennifer Lawrence. Kaq e kuruar, fisnike dhe gjithnjë duke shkëlqyer në tapet të kuq, Jennifer Lawrence u njoh botërisht pasi doli në filmin Hunger Games. Por fansat shumë shpejt e kuptuan se sjellja e saj e mirë ishte thjesht një fasadë. Jennifer nuk e fsheu dot karakterin e saj të keq pasi mori çmimin si aktoria më e mirë në Golden Globes. Reporteri huaj nisi t'i bënte pyetje aktores dhe ajo e ndërpreu duke i thënë të ul poshtë telefonin dhe të jetojë në realitet. Shumë njerëz e quajtën idiote dhe të pasjellshme për atë që bëri, pasi reporteri me shumë gjasa po përdorte telefonin e tij për të parë pyetjet. Pasi video bë virale në internet, njerëzit e quajtën Jennifer Lawrence arrogante dhe të pasjellshme. Michael Jordan. Michael Jordan është padyshim në listën e top 5 lojtarëve më të mirë të NBA të gjitha kohërave, por përpos të gjitha arritjeve të tij në karrierë, ai njihet si një person shumë i pasjellshëm. Gjithsesi, ai ka qelluar me fat sepse në Google dhe vërdall nëpër internet nuk shihet personaliteti i tij, kështu që ky informacion ka qenë i fshehur për vite e vite me radhë. Por avashavash doli në pa edhe MJ i vërtet. Një herë ai i tha reperit ç'a milioner se do të pranonte të bënte një foto me të vetëm nëse ai e paguante $15,000. Më pas u fol për super grushtin që i dha në fytyrë mikut të tij të skuadrës për një keq kuptim që patën. Okej, është e qartë që ky atlet është shumë i mirë në punën që bën, por si karakter lë shumë për të dëshiruar. Christina Aguilera. Christina ka shumë vite që është pjesë e industrisë së muzikës. Sigurisht që ajo është një diva, por sjellja e saj mund të themi se her pas here mërzit shumë njerëz. Mary J. Blige ka thënë se është ofenduar shumë kur ka takuar Christina për herë të parë. Ajo nis për ta takuar dhe Christina ja zgjati dorën në mënyrë që MJ t'ia puthte. Më pas Mary J. tha se nuk i pëlqente fare Christina dhe se ajo kishte një sjellje shumë të keqe. Gjithashtu ajo krahasoi Christinën me Britney Spears dhe tha se karriera e Britney do të shkonte shumë herë më mirë, pasi Britney, edhe pse s'ka ndonjë zë shumë potent, di se si të sillet dhe të respektojë njerëzit. Neil Horan. Miliona fansa varin posterat e tij nëpër mure, por pjesëtari i grupit One Direction, Neil Horan, ka një fytyrë të bukur, por një sjellje të tmerrshme. Sipas një tatuazhisti për celebritete me emrin Kevin Paul, Neil është i pasjellshëm dhe shumë arrogant. Kevin tha se ka parë disa intervista të Neil Horan me moderatorin Jonathan Ross dhe mendon se Neil s'di fare të sillet.
Okej, ka gjasa që tatuazhisti ta ketë edhe personale, por thonë se ku ka zë, s'është pa gjë. Cameron Diaz. Cameron Diaz na bëri për vete me personazhin e saj shumë të ëmbël në filmin There's Something About Mary, por thuhet se në jetën reale ajo është totalisht një tjetër njeri. Sipas disa raportimeve, Cameron Diaz u tregua jashtëmase harbute dhe pasjellshme gjatë promovimit të filmit të saj Sex Tape në vitin 2014. Aktoreja po largohej nga premiera e filmit kur një fan u afrua dhe i kërkoi një autograf. Cameron i tha jo dhe u fut në makinë duke përplasur derën me sa fuqi kishte në fytyrën e fansit të shkret. Okej, nuk din çfarë themi. Kush e di si ka patur hallin? Reese Witherspoon. Mos lejoni që ai aksenti jugort ju bëj për vete, pasi Reese Witherspoon nuk është fare ashtu siç duket. Zakonisht jep përshtypjen e vajzës së ëmbël dhe të brisht, por ekziston një video ku tregon realisht karakterin e vërtet të aktores. Në 2013, bashkëshorti i saj u arrestua dhe aktoria e ka degeneruar oficerin e policisë që arrestoi. Ajo doli me vrap nga makina dhe nisi t'i bëj pyetje oficerit. Kur ai i tha se ajo duhej të futej në makinë, Reese ju kthye duke i thënë se ishte një qytetare amerikane dhe ishte drejta e saj të informohej. Oficeri nuk ja zgjati shumë dhe i futi një të arrestuar edhe asaj. Në momentin që ai po vinte prangat, ajo u lëriste duke thënë: "A e diti se kush jam unë apo jo? Mos u mërzit fare, do ta kuptosh shumë shpejt se kush jam." Por ti je Reese Witherspoon, nuk do të thotë se e mbi ligjin. Kështu që aktoria e kaloi natën në qeli së bashku me burrin e saj Pianec. Taylor Swift. Taylor Swift hiqet si vajza tipike e thjeshtë dhe bukuria amerikane që të bën të biesh në dashuri me ëmbëlsinë e saj. Por karakteri i saj i vërtet doli më në fund më pa. Ka thashë theme në internet se Taylor Swift është një tradhtare që godet pas shpine dhe një ngjarje i vërtet. Taylor e kishte gjithë botën nga ana e saj kur akuzoi Kanye West për faktin që i kishte ofenduar në këngën e tij Famous. Kanye u betua se Taylor e kishte aprovuar që ai të përdorte emrin e saj, por Taylor e mohonte. Derisa erdhi momenti që Kim Kardashian publikoi audion e plotë të telefonatës së Taylor dhe Kanye, ku konfirmohej e vërteta. Taylor Swift gënjeu dhe ishte pikërisht ky momenti kur Taylor Swift u masakrua virtualisht nga gjithë bota duke i quajtur me shumë epitete dhe ndër më të përdorurit ishin emojit me gjarpërinj e shkreta. Kush e di sa është penduar.